Të ndëruar media, zonja dhe zotëri, qytetarët e Republikës Kosovës. Ne jemi sot këtu në një ditë kur ne si deputet, ne si grupe parlamentare, të duhet të reflektonim mbi një program, mbi një ekspoze, mbi një kabinet të kësaj qeverie, të cilin as nuk e kemi pa, as nuk e kemi lexu, por e kemi ndëgju prej kandidatit për kryeministër në këtë foltore. Bile i lexoj as shpejt, sa që u habita që kjo është qeveria më e madhe. Është qeveria që i ka 21 ministra zavendës, kryeministra, pra një kabinet i përbër prej 21 antarëve. Kryeministër, a e din çka ke thonë kur e ke marrë mandatin? Sa ministri? A e tu e ditë që ke themelu një kabinet qeveritar i cili është i përmasave të një shteti të Kinës, jo i Kosovës me 1.7 milion banor. Pra ky kabinet qeveritar nuk është asgjë tjetër përveç akomodim i një pushteti të marrë në mënyrë demokratike, partijak që synim të vetëm e ka të shty një agjendë puro partijake dhe politike. Këtu në sot, normal që nuk kam fjalim, për shkak se unë jam këtu në emër të grupit tim parlamentar të reflektoj mbi programin, mbi vizionin, mbi idetë e kryeministrit se çka të bëjmë me Kosovën. Në këtë rast, do dua t'i shkoqes vetëm 7 pika të cilat për mua ishin të habitshme dhe dua t'ja adresoj qytetarëve të Kosovës. Para se ta bëj këtë, në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqsinë e Kosovës, zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri e sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a ju duan as ju duan votat tona, ne do ta mbështesim. Mirë, po do të jemi këtu me këta numra që jemi, me ju ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë dhe është kundër qytetarëve të Kosovës, kundër interesit publik dhe është në funksion vetëm të fuqisë juaj politike, që ju edhe me drejt mundi me festue, me manifestue, po mos harroni që në këtë ditë jem mas një viti blokad e cila i ka kushtu Kosovës me qindra miliona humbje, me një apatit madhe dhe me një ikje qytetarëve dhe të rinisë të Kosovës. Më lejoni tash t'i thëm pikat mbi atë që e tha kryeministri Kurti në